besimtari nuk është si miza. Besimtari nuk është si miza. Pra ka shumë dallim të madh midis bletës dhe mizës. Që për shembull, besoj që kam ju bë shumë dobi në jetën tuaj të përditshme. Çfarë dallimi ka bleta me mizën? Besoj edhe me fatë po dallohet çka është dallimi. Besimtari kërkon të mirën dhe shijon bukurinë kudo, si bleta që gjithmonë kërkon nektar e lule, besimtari sheh dhe merr vetëm të mirën. Shikoni, bletën ku e gjen? E gjen vetëm na për lule, na për natyrë të bukur, na për livalle. Kështu edhe besimtari është. Shkon në vende të mira, pastërta, në xhami, kështu me radhë. Kurse miza në anën tjetër, miza e kërkon papastërtinë. Disa njerëz injorojnë të mirën dhe fokuson vetëm tek e keqja, ashtu si miza që lë vendet e pastërta dhe ulet mbi papastërti. A keni pa ndonjëherë mizën që të qëndrojë në vendet e pastërta? Gjithmonë ajo shkon vetëm tek mbeturina. Edhe në anën e tjetër, a keni pa ndonjëherë bleta mbeturina? A keni pa ndonjëherë bleta që të qëndrojnë në mbeturina? Jo. Kështu që zgjedhja ti vetës në cilën grup je. A je si bleta, a je si miza? A je si miza që vetëm të papastërtit, vetëm i shikon të këqijat e njerëzve, vetëm të metat, vetëm gabimet, dhe ushqesh me mbeturina. A je i tillë? Se nëse je, mirë më është kjo. Ti po fut mbeturina në shpirtin tënd. Prandaj secili le ta zgjedhë dhe ta merr ata që faktikisht e shes si tullës.